dhe më nol, edhe nuk e kem dërmend me janis punës më deri të morën vendimin. Që kanë deri të blokimi ke qytetit. Deri të blokimi qytetit edhe se mos na ka nuk e tolerojnë ashtu. Tort me policë dulen unë mëngjes. Njëherë mëngjes na trekën vretin, mas ditë na kanë dënue. Ky person që e ka bo këtë rmuj, merret direkt në burg. Besë zotin na ka për punën normal, krejt me ilon të autobusa dhe më hek piktut, edhe me ilon këtë Kosovë komplet krejt qysha. Pa paralajmëri me ilon njerëzit mua livanos rrugëve, kjo turpi i botës. Ai ka me shku në Orlan, edhe sot është Ramazan, edhe ka punu gjithë ditën të cat, edhe tash ne të vjen luftaraku, po më duket e pa emrin, që e ka marrë një vendim prej xhepit vetë për interesat të individëve të caktuar. Transportuesit e llapit kanë ndërprerë punën e tyre për shkak se komuna e Prishtinës ua ka ndaluar hyrje në kryeqytet. Ata madje si shenjë proteste janë mbledhur mu këtu përpara komunës së Prishtinës. Na për momentin e këna nol transportin po dio Prishtinë, se jena shumë pak kënaqur me komunën me një vendim që ka ndërmerr pa njoftim tek ne, na nuk jena të informuar as që ka me ndodha e sot, veç jena nol autobusat jena nol në Lebon edhe te xhamia Llapit, na ka thonë s'keni drejt me marr udhëtar. Neve po na dhimbsen udhëtarët e podjeve se ka pensionera, ka groshtat zona, ka fëmijë, ka studenta, ka punëtor. Por këtë arsye na e kena pa më të arsyeshme me dalë në protest, pse me lon keq udhëtar që ashtu ata nuk po kena mundësi me i nal, kështu i na nal na krejt kompani që punojnë apo dje Prishtinën e kena nal për momentin punën. E kush ju tha juve që nuk mëni me kalu? Inspektorët me policë dulen unë mëngjes, njëherë mëngjes na trekën vretin, mas ditë na kanë dënue, edhe pa kur çfarë informacioni ne na kena shoqat, na jena një shoqat transporti lart, kena drejt edhe na mund njoftu si shoqat, jo veç pe marr vendimin edhe po dalën rrugë, po jo tregoj që s'keni drejt më me him Prishtinë. Na kanë bë më kthyte në Trud ose ku po dinë, na nuk kena pa vendimin hala, e kupton. Edhe pse kena me drejt, po kysh na pak e vonë. Edhe pse kena me drejt, siç në orarin ku shkruan xhamia Llapit, siç në domthon 11:55. Xhamia Llapit që. Bardhosh, Sharban, xhamia Llapit edhe këto vendime në 2026 ne kemi prej Ministrisë Transportit. Prej Ministrisë Transportit ku kemi dhe ma vendimin, edhe komuna ka marrë vendim pa pëlqim të Ministrisë Transportit për me na shtin neve në fshatin Trud edhe me shkuat drejt një sens që si konvenon udhëtarëve, komunës Podujevës, kjo punë hiç, me i qu qytetarët e Podujevës na me zërë në fund qytetit atje, me hypën tjerët autobusa, me pagu edhe nere, ka 40 cent ose 50 cent bilet me ardhë deri në qytet. Me ju bo një kës të shtesë shumë me madhe apet qytetarëve për komunës Podjevës. Qka jenë të nga bo këta, për të kalëzaj kjo është merë, ma keq, se që kjo komunë që është të vepruhe dëmon me qytetarët komunës Podjevës, kjo është merë për që ta nga ka detyru edhe më nol, edhe nuk e kem dërmend me janis punës më deri të morën vendimin. Deri të blokimi ke qytetit. Se na nuk e tolerojnë ashtu. Me nol udhëtarin ku theshin këta mbardhësh, se na jena të informuar veç për policive, për inspektorëve këty në mëngjes, kur gjo me shkrim nuk kena, se na shta edhe kishëm përfill nëse ishëm marrë një marrëveshje, si do qoftë, me ardhë qytetarë me pagu 3 herë për podjeve të i po kushtet ekonomike familjare në Kosovë që janë zero, kjo unë nuk e shoh normale, po këtë ka përfitime personale, drejtorat e komuna kanë përfitime personale në linjat e reja që janë shu Sharban, Tënëshdol, janë shu Kozarit, këtë ka përfitime personale, qysh me përfitu ata ma shumë me hinë xhepin e tyne, këta e kanë bërë që të punë dhe këtë ku ardhë. Jo kry. Tje veç e përmende që sot ka kidet, apo na tregon nuk asma? Ka 100 euro. Për çfarë arsye? Për vendalje të xhamia Llapit që kështu e kena stacion me letra. E kena certifikuar pe Ministrisë Transportit, e kanë nënshkruar ministri vet, e kena oraret se cila kompani kena oraret, 20 kompani që operojnë apo dje Prishtinë kena se cilat asë të një kompani nuk ka mujtë më nalë në mëngjes me morë udhëtarës së mas ditë. Edhe na marrët e ndërume edhe një informacion. Kem prej Ministrisë, do më pak marrët e patëm një takim me drejtorin e Ministrisë të linjave të në ndërurbane, edhe ajna tha se asë një pëlqim nuk është prej Ministrisë Transportit, asë një marrëveshje nuk është gjë që duhet me pas marrëveshje paraprakisht Ministria Transportit me Komunë Prishtinës për me i marrë të vendime. Këta kanë marrë vendim unanim domthonë pa nuk kanë lajmëruar as ministrisë, as ndinjave ndërurbane, as shoqatës
edhe neve domon e kanë marrë vendim rap tap për me ra na me qua qytetarë të Kjo që ka ndodhë që u bapi komunës Prishtinë, kjo nuk ndodhë asë në shtetë komunizm, besoj se nuk duhet më njëftu e kanë bazë ligjore dhe kanë morale me na njëftu neve para prakisht për hapa që i merë si komuna. Nuk jena kunder me marrë ta hapa, po jena detyru që me di që me i tregu udhëtarëve, po dje Prishtinë se ka mëni me shku me i marrë pamjet të Xhamia Llapit janë përmi 700-800 udhëtarë të prit, gra, fëmijë, pensionera, studenta, ata nuk na kanë faj neve ose komunalsa. A me këtën, kjo është e pa tolerueshme për komunës Prishtinës që ka ndodhë. Këtë nuk e di a ka shteta, s'ka shteta, qa të ndodhë këtë ven, apo po dojnë veç qysh me shty dhe rinin, edhe më largu për këti venë. Nga ka përpunën normal, krejt me i lanë të autobusa dhe më hjek për këtuit, edhe me lanë këtë Kosovë komplet krejt, qysh është edhe letë e marën e kanë rëk, dhe ma një pjesë e hajnë, alë se s'po me lanë krejt, një pjesë të marën e kanë rëk, veç me i bo kes që i veni, edhe me të vërtit jenë të i bo kes shumë, edhe qytetarit për Dijeves, 82 fshatra janë komunë për Dijeves. E disa qytetarit dhe disa banor janë në komunë për Dijeves, dhe mund që e frekuentojnë Prishtinën, edhe... Ka linja për Dijeves Prishtinë ma shumë se në qytet gjda 10 minuta dhe ka u thorë shumë. Trajtim, A me këta në kemë volë kënë neglijencë për komunës të Prishtinës, pa morë na nuk po lypëm qka zbot, vesh që kena me legjë. Me legjë në ka caktuar orë, e kena minutat, i kena stacionat edhe që to na nuk po lypëm të tërsen për pët, vesh që kena me legjë. Pre orës 11 dikun kanë fillu problemet, 11:30 kanë fillu problemet edhe na kemi marrë vendim si shoqat unanimisht gjithë më transportues më ndalë, se edhe jem të detyru më nalë, qytetarët janë met atje pa i bardë kur domon të Xhamia Llapit, komplet mëni me shku edhe vetë ju me i vizitu edhe me i po, që ju nalë s'kanë transport për momentin, përgjithësia B&B komunën e Prishtinës. Nëse kanë ta vesh një dëshmi që na kanë njoftu neve si shoqat që ka me orë kjo vendim, për mos me pasu qytetarët, këtë duhet me marrë dikush përgjithësi morale edhe me të rjek për ati postit, si drejtër, si zavendës drejtër, si qa po dijon në komunë të tjera institucionet të rjetë, këtë duhet me marrë përgjithësi dikush më largu pe i punë, pse i ka dëmtu, i kalon njerëzit pa punë, i kalon studentat pa shku fakultet, i kalon plesht pa shku. Po të na qëtash qytetarët, komunës për Dijeves, i kemi bojt mas pakti që 25 vjetë ka transportus edhe 30 vjetë edhe me ta pru punën, shteti, ose domon një komunë me falimentu e kjo është merë, kena pagu të atime edhe pagujmë çdo ditë taksat, krejt që ka egzistojnë për komunë Prishtinës, për komunë për Dijeves, Ministri Shtetit, krejt i kena të pagume edhe me na pru e gjendjen në kësofare, domon komuna Prishtinës, kjo është merë, i kemi bojt për licë pa pare, kena bojt 7 vjetë i kena bojt mësim dhonësat komunës për Dijeves edhe krejt tonës të Llapit kena bojt pa pare, tash komuna mu që me morë vendime kontra neve, domon një sen që nuk i përshtatet as qytetarit për me shkue, qytetari komunës për Dijeves për me shkue të fshatit Trud edhe me quet direkt atje poshtë të stacionit autobusave. Pse na mos me frekuentue një pjesë të rrugës këtu në për Prishtinë, me izbri qytetarë. Neve na lidh stacioni këtu, Prizrenin e lidh atje, neve po hëtë shkoni atje të stacioni i Prizrenit. Na kira me ndërmorë, mu nalë që të qyshina nalë, edhe s'kim shka, letë bojnë zjedhe këta. Për hekur me i shit edhe na tani. Po që shko me pritë që ju metën të thirë në telefon, ku jenë autobusat, pëse si një dalë, pëse jenë metë. Ka groshtat zona, ka njerëzit smut, pleq. Ka përgjësi për këtëj komuna që të dulë veç bëke hajgarë në zërtarë komunal. Dikush përfiton në këtë punë, a pse bën gjithë këtë me pas shtet ligjor, ky person që ka bo këtë rmuj, merret direkt në burg, pa asni, me njëherë prokuroria duhet me vepru në këtë rast. Pa paralajmëri me ilon njerëzit mua livanos rrugëve, kjo turpi i botës, po veç tu na. Shkoni të Xhamia Llapit, edhe i shehni që janë 5-600 qytetarë. Edhe, a i ka me shku nuk e di me regione e din se kusht Orlani. A i ka me shku në Orlan, edhe sot është Ramazan, edhe ka pullu gjithë ditën të catë, edhe tash në të vjen luftaraku, po më do këtë pa temrin, që e ka morë një vendim prej gjepit vetë për interesat të individëve të caktum, se na jena për harmonizim të rastës edhe të linjes, se na jena ata që e mojmë të harmonizu me linjen që 30 vjetë. Që 30 vjetë e mojmë të harmonizu me linjen. Edhe ti shko, mos e mërë intervistën tonë, shko të Xhamia Llapit këshyri qytetarët, se në qëfar gjendje janë edhe që pëthojnë ata.
E para, kjo është keq interpretim, me dashje. Vendimi nuk është marrë me ndalu hyrjen në kryeqytet, vendimi është marrë për me rregullu hyrjen brenda në kryeqytet dhe me i drejtu ata drejt në stacionin autobusave, duke tentu gjithmonë me motive dhe qëllime më të mirë për me liru rrugët e qytetit për qytetarët e Prishtinës dhe qarkullimin sa më të mirë të transportit urban, si dhe të makinave tjera, kryesisht të qytetarëve të Prishtinës. Me qëllimin e parë të lirimit të rrugës Ilir Kunoshevci, cila është shumë afër komunës, për xhamisë Llapit e këtej, po që përfshin edhe pjesë tjera të rrugës që janë rruga UQK, rruga Tirana, udhkryqjet e Qafa, edhe pjesa tjetër të mbi kalimi ose të rreth rrotullimi afër stacionit autobusave. Prandaj, nuk është qëllimi me i ndalu me hyrje në kryeqytet, është qëllimi me i drejtu, me u nal te pika kryesore që është stacioni autobusave dhe prej së cilës kanë lidhje dhe qasje me gjithë qytetin përmes transportuesve urban dhe përmes reformës së madhe urbane të cilën e kemi realizuar në komunën e Prishtinës, e që përfshin edhe biletën unifikume, ku qytetarët e Podujevës, Llapit përgjithësi mund të kryen punë në Prishtinë edhe të arrijnë pikat e tyre të interesit me vetëm 80 cent për brenda ditës. Vendimi është publikuar qysh dje online. Zbatimi i vendimit fillon në momentin që i vëm shenjat, shpenzimet që duhet në pikat e ndalesës. Ata kanë edhe një pikë tjetër ndalesës që është e kodra trimave. Më thonë, nuk e kemi ndalu prapë edhe një herë përsëris hyrjen në kryeqytet. Kemi përcaktuar rrugën në të cilën ata hyjnë në kryeqytet. Dhe rruga për transportues ndërurban, siç përdoret për gjithë transportues ndërurban të tjerë të Kosovës, nga gjitha qytetet tjera si Gjilani, Ferizaj, Prizreni, Gjakova, Peja, Mitrovica, që gjithë shkojnë përmes rrugëve rajonale në stacionin autobusave, edhe për transportues të Podujevës do të jenë rrugë rajonale në stacionin autobusave. Policia dhe inspeksioni kanë ndalu për me ju dhënë drejtim dhe ridrejtu ata në rrugën e re. Puna e informimi është publik, nuk është i ndalur, ne nuk mund të shkojmë të informojmë secilin qytetar dhe secilin operator në shtëpi ose drejt në adresat e tyre, i bëjmë publike informimet tona, publikimet tona. Po kjo nuk është arsyetim, protesta aty nuk është arsyetim për këtë punë, ajo mund të shtyhet 3 ditë, 4 ditë ekzekutimi ose edhe një javë ekzekutimi e vendimit, po vendimi do të jetë ky. Dhe është ky. Zgjidhja është pse duhet të ketë kompromis, kur zgjidhja është e thjeshtë, është e qartë, është e barabartë për gjithë qytetarët e Kosovës, jo vetëm për ata të Podujevës, është për gjithë. Do të thonë edhe Peja, edhe Mitrovica, edhe Prizreni, edhe Gjilani, edhe Ferizaj, ne kemi bërë qartë edhe në takim me protestuesit. Hyrjet më të mëdha në Prishtinë vijnë prej rajonit Prizrenit. Çfarë duhet bëjmë në rast tillë? T'i hapim rrugë dhe të hyjnë ata në përqendër sepse kanë mundësi autobusat me hyjë edhe me qu drejt e menza, se studentat që vinë nga Prizreni kanë punë te konviktet. E kanë stacionin autobusave, prej stacionit autobusave dhe kanë gjithë transportin urban. Kështu e rregullojmë qytetin, në mënyrë tjetër nuk ka. Nëse lejojmë gjithë edhe ndërkombëtarët edhe urbant edhe ndërurbant, atëherë do të bëhet një mishmash i cili është i pamenazhueshëm. Qytetarët në Prishtinë kërkojnë rregull, qytetarët në Prishtinë kërkojnë trafik më të lehtësuar. Në masat e trafikut më lehtësuar për qytetarët e Prishtinës, jo është edhe kjo masë.